Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin Port. Sonte kemi të ftuar avokatën, njohësin e rrethonave sociale, politike dhe juridike në vend, zotri Gjevdet Smakiqi, ku do të flasim për situatën aktuale politike në vend. Përshëndetje zoti Smakiqi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën. Kur keni qenë para 3 muajsh në televizionin Arbëria, paraforësisht lidhur me konstituimin e Konventit Kosovës, procedurat juridike që mund të ndjekin deputetët, një ndër shqetësimet keni pasur, që momenti apo koha e shtyrjes së konstituimit është deri te zgjedhja e kryetarit të Konventit. Tani doli ashtu. 25 tentativa për të zgjedhur kryetaren e Konventit, të gjitha të dështuara. Po del ajo që keni para 3 muajsh që keni thonë kjo është momenti që mund të zvarritet procesi i zgjedhjes së kryetarit të Konventit. Po, kam qenë thuj se kesha të përshtypjen, por madje edhe bindjen fitova që lideri i lëvizjes së vendosjes, tash deputeti i më i votuari në zgjedhjet e fundit të parlamentarët të Kosovës, ka pasur për qëllim bllokimin e institucioneve si hakmarrje që nuk arriti të fitoj 500.000 vota të cilat i kërkoi përmes një fushatë të agresive me një gjuhë shumë të ulët kundër opozitës dhe kundër oponentëve politik dhe ja pra ku jemi pas 25 tentativeve, jemi, si më thonë, në listën e tabelës për budallaki politike, e cila dhe për papërgjegjshmëri që në kuptimin apo definicionet juridike të drejtës familjare romake, një kryefamiljar i tillë apo një burr shtetas i tillë që e çon poshtë interesin familjar dhe shtetëror, quhej plankprishës. Pra, Albin Kurti konsideroi që i përmbush të gjitha elementet e një plankprishësi politik ku Kosova sot përballet me shtrejtimin e energjisë elektrike, përballet me ndikimin e mafisë energjetike ballkanike në Kosovë, përballet me mbylljen e bizneseve, përballet me mungesën e diplomacisë, në planin pra ndërkombëtar, kemi zero aktivitete, kemi zero ecje përpara dhe subjektiviteti juridik dhe ndërkombëtar i Kosovës është dobësuar, krahasuar ndoshta me vitin 2019-2020. E thatë hakmarrje ndaj kujt, që nuk ka mundur të arrijnë 500.000 vota. Po, është mendimi im është që Kosova nuk ka krizë as kushtetuese, nuk ka krizë as politike, as demokratike, bile sa i përket sovranit, sovrani ka votuar në mënyrë shumë të kulturuar dhe elegante me datën e zgjedhjeve, por kemi një kokë të krisur e cila instrumentalizon të gjithë deputetët e partisë së tij dhe nuk arrin që të krijojë aleanca me parti tjera shqiptare, pse jo edhe të minoriteteve, për të debllokuar dhe konstituar Konventin e Kosovës. Hakmarrja është ndaj elektoratit, ndaj popullit të Kosovës, sepse nuk ja dhan 500.000 votat për cilat ai kishte vendosur si target apo si objektiv gjatë fushatës zgjedhore. E tha që nuk ka krizë politike, nuk ka krizë juridike, por si definohet kjo shtyrje? Kjo definohet me një krizë nervore apo kokërisur të një personi apo individi që zgjedhet deputeti më i votuar, është kryeministër nga viti 2021 dhe 2020 me 2 mandate, dhe ky person apo kjo kokë e krisur ka bllokuar Kuvendin e Kosovës. Prandaj i gjithë adresa, sepse nuk kemi Kuvend të Kosovës, është tek një kokë, tek një krye që thuhet, e krisur, e nxehtë, e cila ka narcizoizëm brenda vetvetes, e don më shumë të veten dhe është totalisht papërgjegjshëm përballë detyrimeve kushtetuese, sepse kur sovrani nuk u jep votën absolute 50+, ju detyroni të bëni një marrëveshje me një parti politike. Dhe ky duke i quajtur hajvan dhe hajvanat dhe duke instrumentalizuar deputet pra të partisë së vet, pra është edhe absurde që një femër siç është Albulina Haxhiu të pranoj, dhe nuk e di si është bë gjumin ajo, të pranoj të sfidohet 25 herë në Kuvendin e Kosovës. Sepse është pyetje dhe digniteti personal
jo vetëm që i takoni një partie politike, po të shkon çdo 2-4 tetor, shkon ku vend, nuk të votojnë, shkon ku vend, nuk të votojnë, pra po të kishte një pavarësi intelektuale Albulina Haxhiu, do të thoshte jo, unë nuk mund të jem propozimi ma, dhe nuk mund të më propozoni me zor. Prandaj kemi vetëm një kokë të krisur dhe ajo është koka Albin Kurtit, e cila ka bllokuar. A është dashur të ketë parasysh kushtetuta, ekspertet kushtetues, që në një demokraci të re sikurse Kosova mund të ndodhen edhe këto gjëra. Mund të ndodhen që bëhen me qëllime të ndryshme, që mos të zgjidhet, mos të konstituohet kuvendi, mos të zgjidhet kryetari ose kryetaria e kuvendit deri në afate të pa përfundume. A është dashur të parashihet kjo që nëse nuk mundet të zgjedhë, po flasim në mënyrë hipotetike, brenda 5 votimeve, duhet të ndrohet kandidati ose duhet sikurse te aspekti i qeverisjes. Pra, përveç kësaj, unë kam pas interpretuar në atë mënyrë që Kuvendi i Kosovës do duhet të themeloj kur të nisë pra verifikimi i mandateve, dhe në seancën e parë ka qenë neni 7 dhe 12 i rregullorës të kuvendit, ku thuaj që për 40 tetor ose çdo 40 tetor mund të mbahen mbledhje kuvend, por unë e kam interpretuar dhe interpretoj në mënyrë ekstenzive, ashtu pra siç edhe ju e thatë që nuk ka një paqartësi e herave se sa herë mund ta aprovoni, nën kupton edhe papërgjegjshmëri, pra ju dilni jashtë mandatit deputetit, kur shkoni çdo 48 orë dhe dështoni. Prandaj unë mendoj që më duket se Aleanca për Albaninë Kosovës e ka dërguar kushtetuese këtë, por koka pra e krisur Albin Kurtit ka gjetur një pengesë tjetër duke propozuar një komision për votim të fshehtë. Dhe një komision për votim të fshehtë në këtë rast është edhe nuk është kushtetues, edhe nuk është i domosdoshëm, sepse duhet kemi dy apo më shumë kandidat për të bërë një votim të fshehtë. Prandaj nuk ka nevojë as logjikë juridike dhe nuk është domosdoshmëri që votimi të jetë i fshehtë për një kandidat. Meqense gjykimi i gjykatës kushtetuese i atij viti që ka pas interpretuar i ka lënë ekskluzivitet partisë fituese që ta propozoj kryetarin e Kuvendit të Kosovës, por nuk e ka detyrim ta propozojë nga partia vet. Do ta bëjë një marrëveshje paraprake politike, ta zojmë me një parti tjetër parlamentare dhe ta propozojë një kandidat konsensual dhe të dalëm prej bllokadës politike. A duhet të ketë parasysh kjo që po bisedojmë tani, që nëse ka të drejtën partia fituese të propozon një kandidat ose kandidate për kryetar të kuvendit, duhet ta ketë edhe të afatizuar. Sepse nuk mund të shkon në pafundësi kjo formë. Nëse nuk e ki numrat edhe për kryetar të kuvendit, nuk mund të kesh numrat edhe për qeveri. Po, prandaj pajtohem plotësisht, nuk është e qartë, dhe duke mos qenë e qartë ose duke mos e rregulluar, sepse askush s'e ka menduar këtë situatë, tash lëvizja vetëvendosje në krye me Albin Kurtit e shfrytëzon këtë 48 orëshin. Dhe mendoj që është edhe një cirk, është edhe një hajgare politike, dhe ju e keni pa që edhe shtetet mike, shtetet perëndimore janë duke na sugjeruar forcërisht, jo bili me gjuhë jo diplomatike, që të themelojmë institucionet e Kosovës, sepse kemi sfida edhe të brendshme, sidomos ndërkombëtare, ku rendi juridik ndërkombëtar po transformohet më të madhe për shkak të luftës në Izrael, në Palestinë, në Gaza dhe në Ukrainë, dhe janë shumë zhvillime të mëdha gjeostrategjike që bëhen dhe Kosova thuaj se është jashtë rrjedhave regionale dhe ndërkombëtare. Prandaj ky zhbllokim nuk do duhet i lejë në vazhdimsi gjykatës kushtetuese. Unë nuk e kuptoj pse deputet edhe televizjet vetëvendosje nuk kanë një integritet dhe pavarësi intelektuale dhe profesionale që të thojnë ta zojmë Albin Kurtit që kështu nuk shkon. Dhe detyrohemi ta bëjmë një marrëveshje me një parti politike që ta deblokojmë kuvendin. Prandaj nuk mund të jesh deputet, ti mund të jesh deputet, instrument, por nëse je intelektual, ju duhet ta vendosni interesin kombëtar, shtetëror, kushtetues përmbi interesin e një koke apo një lideri. Është një strategji e lëvizjes vetëvendosje ose e zotrit Kurti këto që synon të mbërrijë dikun. Çfarë mendoni, cili është opinioni juaj, ku synon zotri Kurti duke zvarritur këtë proces të shkon? Në zgjedhjet të reja, tek afati zgjedhjeve lokale, apo deri lodhja partive opozitare ose deputetëve në mënyrë individuale që të afrohen vetë te zotri Kurti? Është keq për ta thënë, sepse ne avokatët flasim me prova dhe nuk paragjykojmë, por meqense po flasim për politikën,
konsideroj që vetëm qarqeve anti-kosovare apo anti-Republikës Kosovës, qoftë Serbisë dhe Rusisë, i intereson dhe kanë interes që Kosova të mos ketë institucione, të mos jetë e fortë ndërkombëtarisht, dhe për fatin e keq, edhe Albin Kurtit i intereson që Kosova të bllokohet për të arritur, do në mendoj cili është caku, ose paragjykoj, ose mendoj që caku i Albin Kurtit është që t'i bëj bashkë zgjedhjet parlamentare me zgjedhjet lokale, sepse e ka një breng se asnjëherë nuk i ka fituar zgjedhjet lokale. Dhe duke i mbuluar me një fushat të zgjedhjeve parlamentare, ai synon që të fitoj edhe komunat e mëdha, Prizrenin, Prishtinën, Gjilanin, Mitrovicën, të cilat nuk i ka fituar asnjëherë. Duket absurde kjo, që deri te zgjedhjet lokale mund të shkojnë tetori ose nëntori. Dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme organizohen në formë edhe mënyrë më të shpejtë. Duket absurde kjo që të bëhet, po marr shembull, tani nuk po mundem me llogarit 100 tentativa për zgjedhjen e kryetarit, sepse kjo formë do të shkojnë çdo 48 orë. E para, kjo thuj se veç kam rri cakun, në qoftë se themi që kjo është caki Albin Kurtit dhe jemi në datën 2 qershor, edhe 2-3 tentativa dhe harxhohet gjysma qershorit, pastaj edhe po të kaloj kryetari i kuvendit, Albin Kurti me këtë kryenetësi dhe me këtë kokë të krisur nuk ka një marrëveshje politike me asnjë parti politike për ta kaluar mandatarin apo kryeministrin, pra. Mendoj që aty do të kemi edhe një blokadë nëse nuk kemi një. Megjithatë është e dhe ato janë pushimet e verës, dhe po që se presidenti apo gjykata kushtetuese konsideron që këta deputet e kanë humbur mandatin duke mos arritur ta zgjedhin kryetarin e kuvendit, ta konstituojnë kuvendin në tërësi, se mund të ketë edhe një gjykim të tillë, atëherë konsideroj që mrejtem apo arritëm në 7-8 orë për të bërë bashkë zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet qendrore që janë synim me në objektiv kryesore e plankprishësit pra Albin Kurtit. Zoti Esmaki që e përmend dhe shkarazi edhe një element që ka ndodhur këto. Nga votimi drejt për drejt, ka kaluar në votim në kërkesë për votim të msheft. Si e shihni në aspektin juridik këtë ndryshim të votimit pas një periudhe kohore? Para thash në një përgjigje më herët që kjo është një trik tjetër apo një teknik për cilën e ka përdorë lëvizjeve të vendosje për të, si me thonë, zvarritur dhe prolonguar mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Pra, në aspektin juridik, e thash edhe një herë dhe e përsëris, votimi fshet bëhet vetëm kur kemi 2 apo më shumë kandidat. Ta zojmë për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Mund të fillojnë nga fillimi, jo në mes, pasi të fillon procedura. Po, do të kenë 2 kandidat për kryetarin e kuvendit, ama më shumë që të bëhet një komision për verifikimin e votave të fsheta. Kur kemi një kandidat, është jo logjike të bëhet votimi fshet. Pra, këta përmes votimit të fshet po tentojnë ta prolongojnë çështjen, sepse e dinë që partitë opozitare nuk ja kanë obligim të votojnë këtë komision, nuk po bojnë propozime dhe me të drejtë kanë partitë opozitare, por dhe e dyta që tentojnë që përmes votimit të fshet dikush nga deputetët në cikletin që mos shkojnë zgjedhje prapë dhe të harxhoj para për fushat, të ja jap votën lëvizjes vendosje për këtë kuvendit dhe në farë mënyrë të asiguroj një mandat sadopak deputetit qoftë 2 vjet apo 1 vjet. Pra llogaritin në interesa personale të deputetëve që përmes votimit të fshet të mos e ndëgjojnë partinë këtë rast. Nga 9 shkurti jemi tani në qershor, duke ja shtuar edhe fushatën zgjedhore dhe Kosova ka dalur nga aspekti i rrjedhave institucionale, ta themi, për faktin që jemi në proces zgjedhor më shumë se 1 vit. Fushata zgjedhore, pas zgjedhore, ankimimit dhe gjitha këtu edhe dal nga dal po him edhe në fushatën tjetër zgjedhore lokale, cila është pamja, cila është pasqyra e Kosovës në qershor të vitit 2025. Kemi pa protesta të bizneseve të mëdha, ngritje të rrymës, izolim ndërkombëtar, po ashtu edhe fillim të tentimeve të ngritjeve të akuzave apo hetime nga prokuroria, institucione më të larta, duke filluar edhe nga ministrit e ndryshme në marrjen e pyetje dhe ministrave, tani Kosova si po duket? Për fatin e keq, Kosovën duhet ta shohim edhe ne si qytetar, pra, po duket e çoroditur, po duket e çorientuar, e jo funksionale
dhe një mentaliteti alla shqiptarëqe, me inate, personale, ku interesi i Republikës Kosovës është nën interesat e kokave të krisurat të këtyre udhëhecësve politik. Pra, e sidomos këtij që i prin kësaj vallit të bllokimit e që është Albin Kurti, sepse ne jemi në demokraci dhe do ta themi të vërtetën. Prandaj Kosova edhe në aspektin e brendshëm, pra kur faturat e rrymës po rriten, kur bizneset po falimentojnë, kur qytetarët po jesin pa të hyra dhe po zvoglohet fuqia blerëse, mandej po kemi edhe migrim të rinis, do ta shohim edhe nga aspekti ndërkombëtar. Pra, shtetet e Kuindit, shtetet mike perëndimore janë duke pa Kosovën që kanë investuar shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, Gjermania, shumë shtete tjera të cilat kanë investuar miliona dhe miliarda nga viti 1999 për të na nxjerrë nga masakrat e Miloševićit, sot ndoshta e kanë një pikë pyetje të madhe se a ja ka vlerëtur pavarësia e Kosovës apo s'ja ka vlerëtur. Pra, e kemi vënë me dyshje edhe këtë nivel të njohjeve ndërkombëtare që e kemi aktuale. Pra, është një dëm jashtëzakonisht i madh, i pariparueshëm në raport dhe të mbështetja e Evropës, si më thonë, demokracive perëndimore, të cilat janë duke na i ruajtur kufit përmes KFOR-it, dhe na i kanë trajnuar policinë, na i kanë trajnuar administratën publike, dhe sot ata kanë një pikë pyetje të madhe se ky mentalitet politik a ja vlen të ketë një organizim kompleks si që është Republika e Kosovës. Pra, shihet me sy të shumë të keq dhe jemi në vlerësim negativ si Kosovë pas 17 vjetë pavarësi të Kosovës, duke përmendur këtu se s'ka funksionuar sundimi i ligjit. Prandaj kemi pasur një refuzim të kryeministrit që të shkojë të dëshmojë në Prokurinë Speciale dhe ka fituar përballë refuzimit, duke mos e detyruar të zbatohet azamneni 132 i kodit procedurës penale, ku unë edhe ti deri me tani do të na zvarritnin, pra, do të na ngrehnin zhag njësitë speciale që ta bënim një intervistë, sepse nuk e kemi mundësinë ta refuzojmë. Pra, përballë kësaj, sundimi i ligjit, shteti së drejtës ka rënë përballë një anarkisti siç ka qenë refuzimi i Albin Kurtit për të dëshmuar për rezerva shtetërore. Pra, dhe aspekti juridik edhe shtylla e drejtësisë është çoroditur në këtë periudhë. Një diçka që kemi vërejtur tani është që pas intervestimit të ministrit të bujqësisë, zotit Faton Peci, kemi po nga kryeministri i Kosovës në detyrë deri tek militantët në mbështetje dhe në përkraje të njeriut që del nga intervestimi i prokurisë për keqpërdorim të pozitës së tij zyrtare. Çfarë do të thotë kjo në aspektin juridik, shoqëror dhe social? Kjo do të thotë që politika fatkeqësisht rreshtohet përballë të dyshuarve, ndërkohë që përpara, në gjendje normale, politika gjithmonë duhet të rreshtojë pro hetimeve, sepse prezumimi i pafajësisë e mbron edhe Faton Pecin, edhe secilin qytetar të Kosovës në një procedurë paraprake hetimore, edhe në ngritjen e akt akuzit, deri në gjykimin e prerë, por shteti dhe përfaqësues të saj në vazhdimsi dhe në kulturën e lartë juridike që e kanë shtetet tjera, ose i ofrojnë, ju mundsojnë që të dorëhiqen personat e cilët dyshuan, pra në këtë rast Albin Kurti do duhet të kërkonte ose shkarkimin e Faton Pecit, ose ai të dorëhiqet për shkaqe etike dhe hetimet të zhvilluar në mënyrë të pavarur, sepse ju edhe nuk shkarkoheni, edhe nuk jepni dorëheqje, në farë mënyrë e pengoni hetimet, sepse policia e Kosovës dhe prokuria e Kosovës e kanë më të vështirë të hetojnë rastin e Ministrisë të Bujqësisë kur i dyshuari është ministër. Prandaj kjo ka qenë një praktike më hershme, vetëm është çoroditur në këtë periudhë 4-5 vjeçare. Ju e keni parë të gjitha qeveritë tjera. Kur është dyshuar dikush, kryeministri në atë kohë ishte thoshte, thoshte që ofrojnë bashkëpunimin e plot me prokurorinë e Kosovës. Prandaj ju në një farë mënyrë si kryeministër dhe si ministër dhe si militant po bëni argat të krimit për ballë shtetit. Sepse prokuria e Kosovës është e fundit institucion që e mbron interesin publik, e mbron buxhetin e Republikës Kosovës. Ai prokuror nuk e ndjek për interesa personale askënd. E ndjek për ta mbrojtur buxhetin e Republikës Kosovës nëse është keq përdorur. Nëse nuk është keq përdorur, gjykata është të pafajshëm, kaq e thjeshtë është. A mund të themi që kemi edhe një kamp tjetër, apo një grupacion tjetër politik,
ish partitë opozitare që po sillen në një formë spektakolare. Si spektator, duke parë që çdo herë, çdo tentativë apo çdo lojë politike kurtit bin në kurth partitë opozitare. Nuk kanë qëndrim të përbashkët, lidhur me një çfarë duhet të bëjnë, si duhet të veprojnë, edhe sa janë kompakt të lidhur. Konsideroj që partitë opozitare e kanë të vështirë përballë këtij personi, ndoshta të organizohen, por po të ishin më të përgjithshme, do ta detyronin, për shembull, unë kam pas propozuar që deputetët e opozitës të mos dalin nga solla e kuvendit pa u kaluar ngërçi politik i bllokadës për zgjedhjen kryesore të kuvendit. Askush nuk i ndalon ta bëjnë këtë protestë. Pra të mos dalin nga kuvendi i Kosovës derisa ky person ta gjejë një zgjidhje për ta konstituar kuvendin e Kosovës, sepse është detyrë edhe patriotike, edhe kushtetuese që opozita në rast se në rastin më të keq, kjo mazhorancë me 40 deputet po e çon poshtë azojmë Kosovën, ata si opozitar duhet ta mbrojnë Kosovën edhe nga shumica parlamentare, sepse është normale, sepse edhe Churchilli ka thënë, në emër të shumicës mund të merren shumë vendime të pamenqura, apo stupid decision, në emër të demokracisë pra shumicës demokratike. Kjo nuk do të thotë që shumica që është votuar është duke e mbrojtur interesin vital të Kosovës dhe opozita ka qenë dashur të organizohet të bëjë presion më të madh edhe aspektin e bashkëpunimit me shtetet mike që ta detyrojnë Albin Kurtin ose ta ndrojë kandidatën ose të bëjnë një marrëveshje politike me një parti për ta kaluar ndërçim politik. Para zgjedhjeve kemi parë një opozitë që realisht ka pas qëndrime të njëjta ka shi qeverisjes Kurti. Pas zgjedhjeve dalën me qëndrime të ndryshme. Secili subjekt politik ka qëndrime dhe opinione të ndryshme. Po fillon me radhë Partia Demokratike e Kosovës thotë që ne nuk do të votojmë asnjë kandidat ose kandidate që ka qenë pjesë e qeverisë. Aleanca për Armeninë e Kosovës ka lëshuar disa emra që ne mund t'i votojmë këta emra zotri Konjufcën, Selimin edhe Bogojevcin, ndërsa Lidhja Demokratike thotë që nuk do ta votojnë askush. Si nuk po mundën me u koordinu së paku me kalu këtë fazë në këtë drejtim, partitë opozitare që ta kalojmë këtë hap. Bashkërisht, si subjekte politike, si parti ish opozitare, edhe të kalojnë në hapin tjetër. Për të qenë shumë i sinqert, nuk është detyrë dhe nuk është përgjegjësi opozitës për ta nxjerrur Kosovën nga ngërç. Se ne ka fut mazhoranca. Së paku me thonë që ne nuk do të votojmë asnjë. Secili që vjen është në diktatën e Kurtit, edhe ne nuk kemi qëndrim. Je shumicë, bëni numrat vepra. Nuk kemi edhe këtë qëndrim, nuk e kemi. E para, unë thashtë në fillim, kur sovrani nuk të ka jepur 50+1, që ju ta keni 61 deputet, shumicën e thjesht për ta konstituar kuvendin e Kosovës, bili edhe për ta kaluar qeverinë, atë sovranit e ka detyruar që ti të bashkëpunosh me një marrëveshje politike, me një koalicion pas zgjedhor, pra ky ka qenë mesazhi apo rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, që ju si mazhorancë apo si shumicë e keni detyrim të bashkëpunoni me dikën para se të shkoni në seancë. Prandaj nuk është detyrë edhe obligimi i opozitës ta zgjidhë këtë problem, sepse fundit ata që udhëheqin apo ai që udhëheq është si lloj një drejtuesi një automjeti dhe ju e keni timorin dhe ju e kontrolloni edhe shpejtësinë, e mbani edhe anën e të cilën duhet të vozisni. Dhe kjo është pra problemi i Albin Kurtit që edhe që është i pari, nuk e ka përgjegjësinë për ta çuar përpara Kosovën. Pra e ka vendosur frenin, këmbën në fren dhe e ka bllokuar Republikën e Kosovës. Gjithatë po gjëm terren të veprojnë në këtë formë. Nëse nuk e kemi një opozitë të unifikuar, një grup blok opozitar që ka qenë më herët të unifikuar edhe të tregojnë që nuk mund të shkojnë në këtë formë. Edhe të merr veprime të njashme. Atë që e thash, pra, opozita ka mundësi të protestojë, të vendoset në kuvend fizikisht derisa të kalojnë ngërçi, apo ta detyrojnë Albin Kurtin që ta ndryshojë kandidatin, apo ta bëjnë një marrëveshje me një parti politike. Sepse ka shumë zgjidhje. Për shembull, Aleanca ka thonë po ta ndryshoni kandidatin, ne do ta votojmë dhe kalon konstituimi i kuvendit në zgjedhjen kryetarit. Mandej kemi edhe zotin Limaj me ata 3 deputet që ka propozuar që ai të jetë kryekuvendari dhe ndoshta mrin diqysh 61 vota. Mandej kemi
dy parti tjera politike që janë si më të vjetrat, të cilat i kanë qëndrimet e tyre, me legjitime, por që nuk pajtona që opozita të lejoj blokadën në 25 herë të tentimit. Pra ndaj, nuk duhet që deputetët e opozitës sonde të ishin në shtëpi. Ata duhet të ishin në sodën e kuvendit dhe të bëjë kjo temë shumë e madhe. Të ndërhyjnë edhe bashkia ndërkombëtare, ata që na kanë investuar në këtë rubrikë Kosovë, sepse ne po harrojmë që pa investimet edhe aktuale të bashkisë ndërkombëtare dhe pa paratë e Bashkimit Evropian, ne nuk mundna me funksionu në shumë fushë, as të sigurisë, as të ushtrisë dhe as të arkitekturës të, si më thonë, subjektivitetit ndërkombëtar. A duhet prapë partitë opozitare, po insistojnë këtë drejtim, që ta kenë një strategji çka po kërkojnë? Po kërkojnë edhe këta shtyre, po ju frikojnë zgjedhjeve dhe hajde të mbetet përgjithësia, sepse pas çdo 48 orë shohim deklarata që tani gati bash. Kush kujt pja hudh topin e përgjithësisë. Po thash edhe opozita ja ka nisë me mendu që mos konstituimi i kuvendit do të shkojnë në llogari elektorale në dam, pra elektoral, do të shkojë Albin Kurtit, po mund ta kenë edhe gabim. Prandaj edhe partitë e mëdha opozitare, sidomos këtu më të vogla ndoshta kanë një siklet ose një objektiv që të kalohet, sepse partitë e vogla nuk ju kanë vënë të shkojnë prapë në zgjedhje. Por LDK dhe PDK e shohin si mundësi që Albin Kurti të zvogëlohet në aspektin elektoral, nëse do të dështoj tërësisht ta themeloj kuvendin e Kosovës dhe të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Që unë e kam thënë dhe përsëris që ndoshta është objektivi kryesor i Albin Kurtit që të shkojmë prapë në zgjedhje. Përgjithësi ndonjë skenor të dalës nga kjo krizë apo do të jetë vazhdimsi një cikël? Unë pres vetëm presionin ndërkombëtar që ta detyrojnë Albin Kurtin që ta bëjë një marrëveshje me një parti politike dhe Kosova të detyrohet të themelojë kuvendin dhe qeverinë, sepse edhe bashkia ndërkombëtare duhet ta ketë një adresë me kënd të bisedojë në këtë situatë dramatike në gjithë botën që po zhvillohet. Pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit ndodhi edhe shtrejtimi i rrymës. Pati tentim, të thajme protestash, lidhur me këtë shtrejtim të rrymës, po ashtu pati edhe zëra që do të drejtohet në anale apo në drejtim të organeve gjyqësore për të parë këtë vendim, dhe patëm prapë një reagim qytetar që s'është parë më herët, reagim një proteste 2 orëshe e bizneseve të mëdha. Si i keni pa këto zhvillime që kanë ndodhur pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit në një qeveri në largim? Nuk është mas sekret që njerëzit e Albin Kurtit, përfshi edhe ambasadorin që është në rretime, zotri Berisha, i cili konsiderohet i pafashëm deri në këtë moment, që janë të lidhur direkt me shitblerjet ndërkombëtare apo regionale në Ballkan të rrymës apo energjisë elektrike. Duke e pa dhe objektivin e mahershëm që Albin Kurti e ka përzen kontur globalin, që ka pas të investoj, ka pas një kontratë këtu me Republikën e Kosovës, dhe ka penguar, si me thonë, ndërtimin e kapacitetet të reja të energjisë që ka qenë domosdoshmëri ndoshta para 10 vjetëve, tashmë Kosova ka mbetur si qyqe për të importuar rrymë edhe gjatë verës, edhe gjatë pranverës, edhe gjatë vjeshtës, edhe gjatë dimrit. Dhe kjo i ka konvenuar atyre që shesin rrymë, që Kosova të mbetet pa qeveri, të mos ketë adresë. Fatkeqësia më e madhe është që populli i Kosovës dhe ata që kanë votuar Albin Kurtin ishin të vëbekt për sa i përket protestës, sepse ata do ta bartin në xhepin e tyre, në varfrimin e fëmijëve të tyre, sepse siç kemi thënë edhe në analizat e UNDP-s, në 2020 të ardhat personale në qytetarët e Kosovës për ushqim kanë qenë 29% që harxhohen, tash janë 59%, ndoshta kanë kaluar 61 apo 62%, dhe kjo ka ndikuar që qytetarët e Kosovës të jetë më i varfër dhe cilësia një qeverisje gjithmonë bëhet matet me cilësinë e jetës së qytetarit, ndërkohë që cilësia aty po të bjen në mënyrë automatike është që qeveria po keq qeverisë. Në qoftë se ty të rritet standardi jetësor, ta zojmë, të rritet paga, çmimet janë normale, apo shkojnë nga ulja, apo çmimi i rrymës ose zvogëlohet ose nuk lëviz, dhe Kosova eksporton rrymë, domthonë qeveria ka ngrit kapacitete, po eksporton rrymë, po mbushet buxheti i Republikës së Kosovës, po të arritum
pagën ty dhe ndërkohë i faturat për ki reale apo normale. E kundërta e kësaj është që kemi një keq qeverisje, por kemi edhe një dorëzim të qytetarëve, ndërkohë që bizneset e mëdha janë një sinjal shumë i keq për investimet ndërkombëtare apo investimet e huaja në Kosovë. Çka do të lypin tash investitorët e huaj kur bizneset tona e bllokojnë me automjete të rënda për shkak të kësaj tregu të hapur që po quhet në energjinë elektrike dhe sot po vallen lajme që disa fabrika ishin veç mbyllur apo kishin shpallur falimentimin. Zoti Smargiqi, për fund, nga aspekti juridik, si e shihni një deputet para ditën e ora 10:30 është në seancë të kuvendit, ndërsa pas dite po marrim shembull, po flasim prapë në mënyrë hipotetike në ora 13 është në zyrët e qeverisë i cili merr mendime. Sa e kem po na dhe ligjin për qeverin, po dhe ligjin për deputetet, por edhe përkatësi i Kushtetutës të Kosovës, këtë e ka kualifikuar si konflikt i interesit. Dhe për t'ju shmangur kësaj, një deputet i certifikuar nga KQZ-ja nuk mund të jetë në ekzekutiv. Pra, i kemi cituar, i kemi shpërfaqur, i kemi interpretuar dispozitat ligjore në vazhdimsi edhe në rrjetet sociale dhe shumë avokat, por edhe une e konsiderojmë që një uzurpim të zyrave të qeverisë nga ana e deputetëve, përfshi këtu Albin Kurti dhe gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet. Mendoj që Liga Demokratike më duket e ka adresuar dikun ose ka bërë një kallëzim penal dhe ka dhe shumë vendime të cilat do duhet të shpallshin në ulje dhe ta anuloheshin. Edhe i konsideroj që edhe kjo është pjesë e anarkisë, pra asoj qëredites që e bëm një shpjegim e heret, që Kosova shihet edhe si një qëreditje e sistemit politik dhe juridik, ku deputeti nuk ka të drejtë të jetë ministër, por, si që thatë edhe ju, para ditë shkon voton, kuvend, pra nuk mund të zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe ngjitet në zyrat e ekzekutivit për të na menaxhuar fatin e jetës tonë. Zoti Smargiqi, faleminderit për kohën dhe opinionet e dhëna për televizionin Arbëria. Faleminderit për këtë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.